Nevada ishte një fitore e lehtë për Donald Trump, që i forcon kështu edhe më shumë pozitat në garën për nominimin presidencial republikan. Miliarderi newyorkez ka tani 3 fitore radhazi pas triumfit në New Hampshire dhe South Carolina. Edhe një herë senatorët Marco Rubio dhe Ted Cruz, të cilët kanë gjithë javën që sulmojnë ashpër njëri tjetrin, e gjejnë veten duke u zënë për vendin e dytë. Zyrtarët partijak ndërkohë po verifikojnë raportet për votim të dyfisht e në disa raste edhe pamjaftueshmëri të fletëve të votimit. Nevada, një shtet i lëkundur tipik me një popullsi të madhe latine, konsiderohet vendimtar në procesin zgjedhor. Hillary Clinton e mori trofeën e saj atje të shtunën në garën demokrate. Për republikanët, ky ishte testi i parë në perëndim të vendit. Në parapraket e tij sigurohen 30 delegata, apo më shumë se 1% e totalit. Rezultatet fillestare tregojnë se Trump ka rrëmbyer 42% të votave dhe rivali i tij më i afërt, Rubio, ka marrë 25. Problemet nuk kanë munguar në disa qendra, votimi raportohet të ketë nisur vonë. Përpara atyre ishin krijuar radhë të gjata. Njerëzit nuk dinin se ku duhet të shkonin saktësisht për të votuar, pasi askush nuk i orientonte e siguria e vet fletëve të votimit ka qenë shumë e ulët.